Vllaznia ka fituar titullin kampion në kampionatin Abisnet Superiore U16 për sezonin 2025-26, duke kurorzuar me sukses një sezon të shkëlqyer në futbollin e moshave. Skuadra shkodrane fitoi vendin e parë pas javës së fundit të kampionatit, teksa triumfoi 2-1 ndaj Tiranës në stadiumin Reshit Rusi, në një përballje direkte mes dy skuadrave që luftuan për titullin deri në fund. Vllaznia mbylli kampionatin në krye të renditjes me 42 pikë të grumbulluara, duke lënë pas Tiranën me 39 pikë. Ecuria pozitive dhe paraqitjet e qëndrueshme gjatë gjithë edicionit bën që skuadra shkodrane të shpallej me merit kampione e Abisnet Superiore U16. Pas përfundimit të takimit u zhvillua ceremonia e dorëzimit të trofeut për ekipin kampion. Kupën për vllaznin e dorëzoi antari i komitetit ekzekutiv të FSHF-s Armando Cungu, i cili përgëzoi futbollistët dhe stafin teknik për suksesin arritur. Kënaqësia më e veçantë që e kena dominu rivalin, sidomos kur është edhe Tirana, është kënaqësia edhe më e madhe. Kena një marrëdhënie shumë veçantë me Datlinjën 2010, fillon shumë herët që të përfaqësuesit rajonale. Ndoshta nuk duhet mi hikë në gjana me të se sot është dita për fest, na është hek patjetërisht një titull, por sot ardhi aty ku i takon. Ton sakrifica mundi djersa i ton stafit, prit e lojtarëve deri stafit. Shumë dominuar dhe i meritum sepse kena luajtur 4 meçe kundër Tiranës, 3 janë fituar me rezultat shumë pastër, edhe një barazim që na kanë marrë për fat tyne. Barazim pikë ishim edhe i me goditjen e fundit Tiranës edhe shumë me kupën. Jam shumë i gëzuar sepse kemi thyer Tiranën, sepse ishte një ekip jashtëzakonisht i fortë, 3 vite rresht kampionship në jetë, dhe do të falenderoj gjithë stafin për këtë punë të madhe që kanë bërë, dhe është një demonim total i gjithë vitit me 3 fitore, një barazim. E kam fiksuar rreth tjerë sepse të shëmërapa vin disa breza shumë mirë të përgatitur vllaznia. Jena shumë të kënaqur që mundë përsëri mi dhënë ekipit të parë lojtar që mundën me luajtë, mundën me kontribu për vllaznin e madh. E rëndësishme është të jenë të shërbejnë jo vetëm vllaznia, por të shërbejnë edhe gjithë qytetit, sepse me thënë drejtën ka një kulturë jashtëzakonisht mirë. Duhet me theksu se jeni ekipi më fair play në Shqipëri. Ju po atë sot demonstruat sot para një 10 ditëve ishte një ngjarje shëmtuar me Tirana Partizan, një derbi si u mbyll me një katastrofë, po them për futbollin shqiptar. Shkodra sot e tregoj sepse është djepi kulturës dhe i sportit.